Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam taslima mazida. Bëjmë hamd Allahun të bareke wa ta'ala, fuqi plotin, mëshiruesi, mëshirbërësi, kryesi të gjithë shkahit. Allahun e falendrojmë, Allahun e adhurojmë, Allahun e madhrojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Tek ai mbështetemi, tek ai do të kthehemi, atij i bindemi dhe atij i lutemi. I lutemi që prej xhenetlive të na bën në rrugën e drejtë, të na udhëzon, prej pasuesve të rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të na bën xhenetul firdaus me Resulullah sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Kurse salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu më të mirë në rrezullin tokësor, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu i cili floi gjithçka me jetën e tij, me pasurinë e tij, vetëm e vetëm që ne sot të jemi në këtë dritë, në dritën e mëshirës, në dritën e rahmetit, në dritën e udhëzimit, në dritën e faljes. Qofshin salavatet dhe selamet për të, për familjen e tij, për shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, për hir të Allahut te bareke ve teala, lutim Allahun azza wa jall që në rrugën e drejtë na drejton për atyre që falin e mëshirojnë, Allahu të na bën. Lut Allahu subhanahu wa taala që zemrat të na pastron nga çdo urrëtie, mendëmasi, zilije dhe smire. Lutim Allahu subhanahu wa taala që për të devotshmëve të na bën dhe zemrat na i bashkon, safet na i forcon e në xhenetul firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Duke jetuar bashkarisht, masi që Allahu subhanahu wa taala ka bërë që të jetojmë bashk, si shoqëri, kudo që shkojsh njerëzit jetojnë bashk. Këtë botë Allahu kështu e ka bërë. Pra nuk i ka bërë që të jetojmë veçmas. Çdo kush të jeton vetë dhe pa pasur kontakt me të tjerët. Masi që Allahu subhanahu wa taala ka bërë që të jetojmë bashkarisht. E gjatë asaj bashkëjetese, normal përmes sjelljes tonë tregohet morali jon. Duke jetuar bashkarisht, duke kaluar një kohë të gjatë bashkarisht, ne aty shikojmë se kush jemi, si jemi dhe sa jemi të mirë dhe të drejtë dhe të moralshëm. Normal, gjatë bashkëjetesës, gjatë ditëve, mujve dhe viteve, ymrit që kalojmë bashkarisht, ne njëri tjetrit mund t'i gabojmë. Dhe ne në shumë raste, momente mund të dështojmë dhe njëri tjetrin ta lëndojmë. Në këto raste, në këto momente, ose gjatë kësaj jete, normal ne pastaj tregohemi kush jemi, si jemi dhe sa njëri tjetrin e duam, e dëshirojmë dhe e mëshirojmë. Allahu subhanahu wa taala e bëri që masi që ne jetojmë bashkarisht, pastaj e bëri dhe na mundsoi që ne zemrat i kemi të shprasta nga urrëtia, nga zilia, nga inati. E bëri që mas gjithë atyre gabimeve që ne do t'i bëjmë dhe njëri tjetri do t'i gabojmë, e bëri që të ekziston falja. Të ekziston mëshira, ku përmes faljes që ja bëjmë njëri tjetrit, zemrat tona pastrohen dhe rahatohen, qetësohen. Nëse në zemrat tona ekziston gjoher inati, urrëtia, për shkak të gabimeve që ja bëjmë njëri tjetrit, zemrat tona janë në gjendje jo të mirë dhe zemrat tona vujnë. Pse? Për shkak se janë të ngarkuara me gjëra që nuk duhet të ngarkohen. Kështu që Allahu subhanahu wa taala e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si falës, njëri që i falte, njëri që i mëshironte, njëri që nuk i ndëshkonte, njëri që nuk merrte hak të këtë tjerët për shkak të ti si individ, si person, si njeri. Edhe ne, normal, duke jetuar bashkarisht, ne në çdo rast, çdo moment mundohemi ta mbrojmë vetin tonë, ta mbrojmë interesin tonë, ta mbrojmë personalitetin tonë, ta mbrojmë jetën tonë, edhe ne çdo herë shohim ne të jemi në gjendje të mirë dhe të mos tolerojmë dikush të na ofendon, të na nënçmon, të na përbuze, të na lëndon. Edhe atëherë çka ndodh, ne reagojmë si pas situatave, pra reagime të ndryshme. Disa herë, qasi reagime sa që vjen deri natë që ne ti ndërpresim kontaktet plotësisht njëri me tjetrin. Nuk folim vetëm si shok, si xhamat, po folim edhe si vëlla.
me vlla, prind me fëmijë, motër me vlla, bile edhe njerëzit më të afërt, sepse jetojnë bashkërisht. Me një shtëpi ti jeton me disa antar familjes, ti jeton me bashkëshortet e tande, me fëmijët e tu, të cilët gabojnë çdo ditë, me koqishit e tu dhe me punëtorët, me njerëzit të përgjithësi, po edhe me xhamatin, me vëllezërit, po edhe me hoxhën, ku njëri tjetrit do t'i gabojmë. Dhe duke u munduar çdo herë që ne ta mbrojmë vetin ton dhe personalitetin ton, atëherë ne nuk e falim dhe nuk shohim se çka ndodh me atë, por shohun ta mbroj vetin tem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte ai i cili merrte hak për vetin e tij, por ishte ai i cili i mëshironte, i falte të tjerët. Dhe kur nuk rrehi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikë ndonjë shërbëtor, ndonjë fëmijë, ndonjë gruaje, por ishte mëshirë siç e dërgoi Allahu subhanahu wa taala dhe i falte njerëzit pa marrë parasysh reagimeve të tyre të cilat ata i bënin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa jazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Shpërblimi i një të keqes është me të keqe, por ai i cili fal, shpërblimin e ka tek Allahu te bareke ve taala. Nëse dikush të dëmton me diçka, haku e drejtë e ytë është që ti t'ja marrësh hakun me aq sa të ka dëmtuar. Kështu thot Sheikh Uthemini, Allah më shëroft. Aq sa të ka dëmtuar. Mirë po, men afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Por ai i cili fal, i rregullon punë çështjet, ai ka shpërblimin tek Allahu. Dhe Allahu nuk i don të padrejtit. Sepse ti nuk ke të drejtë t'ja marrësh hakun tjetrit më shumë se sa që të ka marrë hakun ty. Por çka është më e mira, çdo kush i cili ty të ka gabu, ti t'ja falsh atij. Që mos t'jesh prej zullumçarëve. Sepse në momenti kur ti mundosh t'ja marrësh hakun tjetrit, ti ndoshta do t'ja marrësh hakun më shumë se sa që është dashur. Edhe tash në këtë moment ti je zullumçar. Pse? Për shkak se e tërprove. E tërprove. Pastaj nuk i merret haku tjetrit në të njëjtën mënyrë, ose nëse dikush ta ka shah, të ka prek ndërë, tash edhe ti duhet t'ja shajsh nanën ose gruan atij. Kjo nuk ekziston në Islam. Kjo është haku jem dhe unë duhet t'ja marr hakun atij. Jo. Çka është e mira? Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, ai i cili fal, mëshiron, ai i cili fal dhe rregullon, i përmirëson punët, ai ka shpërblimin tek Allahu te bareke ve taala. Ne të gjithë kërkojmë shpërblimin dhe shpresojmë shpërblimin e Allahut te bareke ve taala. Ne si robër, se dhe ne gabojmë, u gabojmë të tjerëve, dhe ne dëshirojmë kur u gabojmë të tjerëve që të tjerët na falin. Unë du çdo herë që njerëzit, xhamati, vllaznia, halkit të ma falin, mos të idhërohen me mua, çdo herë du që të jenë të pajtueshët me mua. Po nëse kështu dhe këtë dëshiroj, pse atëherë unë mos jam i tillë edhe unë? Pse dhe unë mos ua falit të tjerëve? Kur dikush më gabon, pse mos i thon Allah dhe kemi vëllai falet ti, s'është problem, njerëzit mi gabojmë. Po saj, ne të gjithë i gabojmë Allahut azza wa jall, krijuesi të gjithë shkajt. Ne atij i gabojmë dhe kërkojmë çdo ditë, natë e ditë që të na falet, të na mëshiron dhe mos të na dënon. Po kush jemi ne që mos ta falim tjetrin dhe me mzi presim ka me pa, ai hakun në ahiret kam ja marr. Fjala e parë që e themi është kjo, hakun në ahiret. E ke më mirë se kjo. Cila është ajo? Me fal. Mos me lam për në ahiret. Me fal. Me fal e me të fal. Derisa jetojmë, derisa jemi gjallë. Për shkak se ti mendon se hakun që më marr në ahiret dhe mendon se ti je në të drejtë, por ti mundesh të jesh gabimtar. E pastaj vetë që më marr hakin tjetrit, ai me të ta marr ty hakin në ahiret. Allahu subhanahu wa taala urdhron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me falje. Duke i thënë fal dhe urdhro për falje. Dhe urdhro për falje. Dhe largohu prej xahilëve. Largohu prej xahilëve, për ignorantëve. Se njerëzit xahil çdo herë do të lëndojnë. Çdo herë do të nënçmojnë. Çdo herë do të përbuzin. Dhe pastaj çdo herë ti do duhet të jesh i hidhur. Dhe pastaj çka? Zemra ytë të mbushet me hidrim, me inat ndaj tyre, sepse ata këtë sjellje e kanë, masi janë të tillë, s'kan ndryshuar,
Se ajo që ndryshon njeriu është Islami. Ajo që ndryshon njeriu është Islami. O innaka la ala khuluqin adhim, me vërtet jeni një nivë, një shkallë të lartë të moralit. Morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kurani, libri Allahut azza wa jall. Shire Kur'anin, lexoj Kur'anin që ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tillë do të jetë edhe muslimani. Pra muslimani kur ta shohë se është një person, një individ që çdo herë e nënçmon e lëndon dhe ja mbush zemrën me inat, me urrëtie, çka është më mira me u largu prej tij. Me u largu prej tij e jo ti me vra vetin tënd, me vra zemrën tënde. Ja fal atij dhe largosh, nuk qëndron me njerëz të tillë. Derisa kur, derisa Allahu azza wa jall t'ia falë udhëzimin atij dhe të largohet prej sjelljeve të tilla. Ajo pa pikë dyshimi që e fik errësirën ose e fik zjarrin e mosmarrveshjeve është falja. Falja, selam. Ajo që e fik zjarrin, flakën e mosmarrveshjeve është falja. Sepse kur jetojmë bashkërisht dhe e lëndojmë e nënçmojmë njëri tjetrin, paraqiten ndarje, paraqiten mosmarrveshje, paraqiten grupacione, paraqiten coptime. Kështu që nëse ti e fal, e fik këtë zjarr. Edhe vazhdon jetën tënde normale, po edhe të tjerat. Por nëse për shkak të dëshirës për hakmarrje ndaj tjetrit ose tjerëve të cilët të kanë lënduar, të kanë nënçmuar, të kanë ofenduar, ti nuk i fal, nuk dëshiron ta fikish zjarrin ose flakën e hakmarrjes me falje, atëherë pa pikë dyshimi çdo herë do të jemi të ndarë. Edhe çka ndodh? Ndodh takohemi në xhami nuk flasim. Apo takohemi në xhami nuk flasim. Pse? Për shkak se s'du me ta fal, s'do me ma fal. E gjithë kjo për shkak se nuk posedojmë një cilësi që ka posedu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të cilën jemi të urdhëruar të gjithë. Dhe kur ta shohish në esencë, çka është ajo për të cilën ti nuk ma fali dhe nuk ta fali, është diçka që nuk ka vlerë, nuk ka peshë. Dhe në këtë dynja nuk ka diçka që ka vlerë, peshë, e mos me afalë vëllau tanë musliman dhe me lanë atë për në ahiret. Nuk ka. Se dynja e si dynja dhe kjo jetë nuk është me vlerë dhe nuk meriton që t'i mbushim zemrat me inat dhe urrëtie dhe mos t'i falim të tjerët dhe t'a presim ditën e ahiretit për t'ia kërkuar hakun ose për t'ia marrë hakun një tjetrit. Ana ditë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thot, a ditë kur edhe nana do të shpreson që të ketë të drejtë t'i merr hak e vladit. A ditë u kripuna se tash e themi, e shprehim këtë fjalë, por në ditë nuk ka më shpëtim. Nuk ka në ditë këthim prapa, jo, po ja falu unë tash. Në ahiret nuk ka. Nuk ka, pse? Për shkak se është momenti, dita e dhe një llogarisë. Dhe një llogarisë, momenti kur do dalim para Allahut dhe do të pyetemi, do të miremi o llogari dhe do të shpërblemi ose të dënohemi. Do të jetë dita, momenti kur ne do të marrim mësim për atë që kemi bërë këtë botë në këtë dynja. Andaj të jenë veprat tona, veprat që do të jenë pastaj të dobishme për ne për në ahiret, dhe veçanërisht falja. Falja që është një cilësi që duhet ta posedon çdo musliman i devotshëm, i mirë, i butë, i urtë. Pse? E shef kalojnë ditët, kalojnë vitet, s'ja vlen be, s'ja vlen. S'ja vlen pse be ta majun këtë gjë zemrën time, falet e ka be halal qof për ta u kripula. E rahaton zemrën tënde. Edhe pse e bon këtë gjë, e bon për hir të Allahut te bareke ve teala. E bon për të fituar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. E bon për arritjen e kënaqësisë, razisë të Allahut te bareke ve teala. Enesi radiallahu anhu ka thënë, ishte duke ecur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ardhi një njeri të i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili e kapi për teshe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mbas. Dhe e hoq kështu mirë, ndërsa shenjat e bonit të fyti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha, o Muhammed, tha ja Muhammed,
Më jep prej pasurisë Allahu që ti e ke. Më jep. Që mund është ajtë thotë, selam aleikum, o i dërguari Allahut. A ka mundësi të më japish pjesën time që mu më takon e meritoj prej pasurisë? Jo, a i shkoj të dërguari të Allahut duke e hek teshën dhe duke ja bo shenjën të fyti. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthy ka ai duke qeshur dhe urdhroi që t'i japin atij prej pasurisë. Pa i thanë asnjë fjalë. I dërguari Allahut nuk ka vend më të lartë, post më të lartë se ky post. As posti i kryetarit, as posti i mbretit, as posti i sekretarit e i kurkujt. Nuk ka post më të lartë se posti i pejgamberisë, posti i pejgamberllëkut, që mund të posedon njeriu këtë botë, që kjo ma është kry, ka marrë fund, që e kam pas pejgamber që i ka zgjedhë Allahu te bareke ve teala. Por i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u qesh edhe i urdhroi sahabët që t'japin prej pasurisë. Andaj ta kemi frikë Allahun te bareke ve teala, mos ta mëkatojmë Allahun azza wa jall, të jemi të mëshirshëm njëri ndaj tjetrit. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju besimtarët të cilët besuat, keni frikë Allahun subhanahu wa taala dhe jini me njerëzit e drejtë. Jini me njerëzit e drejtë. Jini me ata të cilët gjykojnë drejt. Jini me ata të cilët veprojnë drejt. Sa shohim, kemi parë dhe shohim mes çifteve, mes burrit dhe gruas, mes të afërmive familjarëve, mes koqshive, urrejtje, armiqësi, darje, përçarje, fitne, derisa janë ndërprej marrëdhëniet mes tyre. Plot. Ndoshta edhe ne këtu nuk ka prej neve që nuk ka këtë problem. Ose që nuk ka ra në këtë gabim. Patjetër, të kemi me dikë me të cilin ne kemi ndonjë problem dhe i kemi ndërprej marrëdhëniet me të. Pse kjo ka ndodhur? Pse ndodh? Ndodh për shkak të asaj se kini qenë me një mezhlis ose kini shku me nejt, edhe t'i ka gjujt 2-3 fjalë, ose t'ka thënë një fjalë, që ka lëndu, t'ka ofendu, t'ka nënçmu para tjerve, edhe për shkak të kësaj tash ti çka? I ke pkut raportet marrëdhëniet me të dhe është mbush zemra yte me urrejtje ndaj tij, për shkak të veprimit atij. Dhe kur qohish ai pse e ka bë kët, e ka bë ose jo me qëllim të keq diçka, po ose me qëllim për ta ngritur vetin e tij dhe për ta mbrojtur personalitetin e tij dhe për të zdripur poshtë ty, për të nënçmuar. Mbajtja, ruajtja e lidhjeve familjare, farefisnore, në fillim para se gjithash, ku mosmarrveshje për çardhje mund të ndodhin edhe mes prindit dhe fëmijët, veçanërisht. Ke parasysh fëmia i bën 13 vjet, 14 vjet, 15 vjet, rritet, nis, ndryshon, edhe ndryshon karakterin e tij, ndryshon sjelljen e tij, ndryshon raportet e tij me ty. Kështu që sjellja arrogante ose sjellja jo e mirë ose ku ta di çka ose disa mosmarrveshje normal që në çdo familje mund të paraqiten, ndodh që ketë një farloj ndërprerje të raporteve, kontakteve plotësisht edhe pa mos e ditë ku është djali, pa mos e ditë ku është baba dhe pa mos i folur, ku kemi raste thot me babën që 1 vjet nuk foli, me babën 6 muaj nuk foli. E gjithë kjo ndodh sepse baba si baba para se gjithash nuk e ka mësuar evladit atij faljen, se e ka mësuar rahmetin, mëshirën, nuk ka qenë i mëshirshët, edhe prandaj sot ndodh. Sa vlezër me zvete i kanë pkut raportet mes tyre, nuk flasin, është i gatë që t'i ofron ndihmë kujtdo që të jetë, personit, x personit që as e nje, ose as që kanë ndonjë lishmëri familjare, është i gatë që për t'i ofru ndihmë atij, por në momenti kur vllai i tij vun, ka hall e derte dhe ka nevojë për ndihmën e tij, ky nuk ka gatishmëri për ta falur atë dhe për t'i ofruar ndihmë atij. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak se në zemrat tona nuk ekziston falje. Al-afu. Nuk ekziston falje. Për ta falur tjetrin duhet të jesh i mëshirshëm. Për të pasur mëshirë duhet të pasur iman, besim. Ai i cili zemrën e ka të mbushur me iman, ai ka dhe rahmet, mëshirë zemrën e tij. Ati i dhimset edhe kafsha, hajvanati i dhimset edhe njeriu,
I dhimë se të dëgjoj kush tjetër. I tillë është. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kur ka dobësi ose mangësi të imanit në zemrat tona, dhe zemrat tona janë të ngurcume, të egërsume, të ashpra, të forta, gjokësi i shtengut, dhe për pak e shumë nervoz, agresivitet, shamat me njerë të gachet me u përla me se cilin njeri, qoftë i afër, qoftë i largët, e normal nuk mundet ky njeri ta posedon pastaj këtë cilësi faljen, që është i gachet me njerë me i falë të tjerët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo biri i Ademit është gabimtar. Edhe unë edhe ti. Por më i miri nga ata të cilët gabojnë është ata të cilët pendohen, kërkojnë falje tek Allahu te bareke ve teala. Ti kur ti gabojsh tjetrit, ti normal duhet të kërkuar falje. Dhe kur ti kërkosh falje, ai duhet të të fale. Por nëse ai ty të fal edhe pa i kërkuar falje, me të vërtet kjo dëshmon burrinë e tij. Dijeni vëllezër se falja është diçka që nuk e posedojnë përpose burrat. Burrat e kanë faljen. Jo të doptit. Edhe pse të ne shifet e kundërta. Se ai që fal është njëri i dobët, është tutavet, u tutbe, prandaj e fali. Ja. Faljen e kanë e posedojnë burrat, se për qenë i gachet për t'i falur të tjerët, me të vërtet duhet poseduar një zemër të fortë, me iman, me bindje. Dhe me bindje se për këtë falje, për këtë gjest, për këtë vepër, ki marit shpërblimin Allah te bareke ve taala. Allahu ka me të shpërblim. Pse? Për shkak se ke bërë një vepër për hir të Allahut azza wa jall. Në Musned Imam Ahmedit rahimahullahu taala transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dëgjoj këtë hadith, një hadith që me të vërtet çdo herë ka me të ta mundsu me i fal të tjerët. Pa marrë parasysh çfarë gabimi mundet me të bëj. Ndoshta ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë nuk mundesh, qëndron arajinati, urrejtja, nervoza, sen. Jo rastisht ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri 3 ditë lejohet vllau me vllau mos me pas kontakt, por pastaj duhet me u përshëndet njëri me tjetrin. Pse është koha ku zbutet, ajo qetësohet ose paksohet flaka e urrejtjes, flaka e shejtanit, flaka e nervozës. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala yunfidha. Kush e përmban inatin, e përmban e kontrollon vetin nga nervoza, nga e keqja, nga reagimi me të keqe, edhe pse ai e ka mundësinë për ta realizuar. Ama e mban veten. Dahu Allahu ala rusil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ay al-huri sha'a. Ka me ngrit Allahu subhanahu wa ta'ala mbi gjithë krijesat e tjera. Ka me ngrit këtë person edhe ka me i thanë me zgjedh këtë don nga gratë e xhenetit të cilë Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përgatitur për xhenetit. Vetëm për shkak të kësaj vepre. Ka me ngritur mbi krijesat e tjera që të dallohet, ta kuptojnë të tjerët, ta dinë se ky person çfarë vepër ka bërë në dynja. Dhe pse Allahu subhanahu wa taala ka njeri ta shpërblen me këtë shpërblim. Por shkak se e ka bërë një gest, një vepër që të tjerët nuk e kanë pasur këtë mundësi. Se ka pasur këtë forcë imanore e ky këtë gest, këtë vepër e ka bërë. Falja mes bashortës, mes çiftit, është një obligim, është një detyrë shpirtërore për të vazhduar bashkëjetesën mes tyre. Nëse buri nuk është i gatshëm ta falë bashortën e tij, ose bashortja se fal bashortin e tij për shkak të gabimeve të ndryshme që mund t'i kenë bërë, t'i bëjnë, do t'jetë e vështirë bashkëjetesa mes atyre dyve. Normal, kur të flasim për faljen, mund të flasim pra mundemi të dajmë temat veçanta, falja mes çiftit, falja mes
prindërve dhe fëmijëve, falja mes kueshive, falja mes xhamatit, hoxhës dhe kështu me radhë. Por ne e përmbledhëm një temë kështu e përgjithshme vetëm për ta këshilluar njëri tjetrin, se duhet të jemi të gatshëm çdo herë ta falim njëri tjetrin. Nëse bashorti nuk e fal bashortën ose kundërta, të nuk mundet të jetojmë bashkërisht. Bashkëjetës nuk mundet të kenë. Pse? Për shkak të inatit të tyre që to do ta kenë mes vete, këto do të jenë gatshët dhe ma lehtë do ta kenë divorcin, ndarjen se sa bashkëjetesën. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Nëse falni, nëse keni faljen, kjo është më afër devotshmërisë. Kjo më afër devotshmërisë. E çka është devotshmëria? Çka është takvallahu? Është realizimi i urdhrave të Allahut te bareke ve teala dhe largimi nga dalesat e Allahut azza wa jall. Një çift nuk mund të jetë çift takwa, një çift i devotshëm, nëse ata nuk kanë guximin ta falin njëri tjetrin. Paramendoj kur inatoset burri për shkak të një gabimi të vogël që ja ka bërë bashortja dhe largohet prej dhomës, ose bashortja largohet prej dhomës dhe kalojnë muj, një muj, 2 muj, këto nuk kanë as raport, as marrëdhënie intime mes tyre dyve për shkak të një gabimi të vogël dhe vjen deri ku, vjen deri te darë, sepse kjo është më e lehtë dhe më